Përshëndetje të gjithëve. Sot ndaj me ju një recetë të veçantë për fundjavë. Është kek me karota, moll dhe arra. Është i butë, i lagësht dhe aromatik. Fillojmë nga puna. Kam përgati përbërësit. Si e shikoni këtu kam 2 karota, 2 portokalle. Pastrojmë karotat nga lëkura dhe do t'i grite ky grirësi i perimeve. Nëse nuk keni grirës perimesh, mund t'i grini në renden e kungullit. Këtu kam 120 gram me gjalp, gjalpi duhet jetë në temperaturë ambienti, ose fare mirë mund të shkrini dhe ta lini të ftohet pak. Shtova 1 gotë me sheqer, i bëjmë një përzierje të mirë. Do t'i vendos te grirësi i perimeve, që të coptohet më shpejt, pa lodhje, dhe përzihen mirë të gjithë përbërësit në këtë grirës. Fillojmë të shtojmë 1 nga 1 3 vezë. Shtojmë 1 vezë e përziejmë në qëllim që gjalpi të shpërbëhet. Vazhdojmë të shtojmë vezën tjetër. E përziejmë për pak sekonda. Shtojmë vezën e tretë dhe të fundit. Sërish e përziejmë. Masa është bërë e njëjtë dhe kremoze. Shtojmë 1 gotë me lëng portokalli. Gota është 200 ml. I përziejmë sërish. Nëse do e kishit gjalpin të shkrirë, fare mirë këtë recetë mund ta bënit vetëm me rastin e vezëve. I zhvendosim të gjitha në tas. Fillojmë të shtojmë përbërësit e tjerë radhë. I kam grirë karotat në grirësin e perimeve. Janë 2 karota. Kam marrë lëkurën e 1 portokalli. Po në grirës perimesh, unë do grij edhe 1 moll. I shtova 1 kup me arra, është 1 gotë, 200 ml e mbushur me arra, por nuk e shtova të gjithë, pasi pjesën tjetër do ta vendos sipër kekut. Pastrojmë 1 moll nga lëkura dhe e grim në pjesë të vogla te ky grirësi i perimeve. Dhe është pikërisht molla ajo që e bën të lagësht këtë kek. Molla tashmë është gati. E shtojmë në tas. Një përzierje të mirë. Do t'i shtojmë 2 lugë të gjellës me miell kokosi, pak sod buke dhe pak nga pak do fillojmë të shtojmë 2 gota e gjysmë me miell. Unë gjithmonë e shtoj 1 gjysmë gote e shtoj në fund. Nëse do keni fryrës për ëmbëlsira, mund ta shtoni të gjitha të bustinën. Nëse keni sod, atëherë vetëm 1 maj lugë sode. Sod buke sigurisht. Shtojmë gotën e dytë me miell. I bëjmë një përzierje të mirë, shtojmë dhe gjysmë gote. Gotat janë 200 ml dhe çdo gotë 200 ml merr 100 gram me miell. Kam përgatitur një tavë me perimetër 26 cm. E kam lyer me gjalp dhe pudrosur me miell, vendosim brumin e përgatitur. Spatula çdo mosdoshmëri, pasi bën heqjen plotësisht të brumit. Nga tasi e niveloj mirë, sipër do t'i shtoj arrat e ngelura.
dhe direkt në furrë diku të 40 minuta në 170 gradë. Dhe shikoni sa i mirë që duket keku, ka aromë shumë të mirë, duket i kulluar për t'i shtuar më shumë shijen edhe për ta bërë më të këndshëm keku, nuk po i shtoj pak sheqer pluhur. E presi për të parë dhe gjendjen e brendshme. Shpresoj t'ju pëlqej kjo recetë, është perfekte për fundjavë dhe për të ndarë me familjen. Shije natyrale me përbërës që të gjithë i kemi në shtëpi. Me dashuri nga kuzhina ime për ju.